Qa problemi ka? Mundë? Më falë, qa problemi ka? Qa bëri zotëria? Vazhdo tash zotëria. Jo, mos për qa erdhe të gjithë këtu, qa të usha urama? Hapi rrugën. Si ore gjithë policia këtu vetëm se... A vazhdo në hap rrugën tash Ma zotëria. thuaj mua, me mua do e flisë mua fire. Po ba pjesë e protestës, hap krahun, vazhdo të protestës. Po flet me mua, flet me mua. Po flet me mua. Ta janë të detyruar, nuk janë të lirë ta mos, s'kan faj këta. Këta thjesht janë ushtarë. Po e di Romen problem të ju shoh? Shikoni si vini si të fortë njerë, sepse se foli. Ore, u ka ardhur majtundës, ku kanë apo? Si e kemi. Zef Marko, Zef. Ju ka ardhur majtundës. Ti ke nën, ke gjyshe, imagjino. Zonja ka jetuar aty. Ka rritur fëmijët aty. Dakor? Tani vin dikush, vin një zyrtar që u mohi të drejtën e pronës edhe hodhi pronën në emrin e vet. Dhe nxori nga shtëpia zonjën. Tani ka të drejtë që asaj ti vin majtundë të ta carohet të vi djali edhe të ti shaj, jo kaq, po ti shaj edhe më keq. Apo ka gabim. Si vini të gjithë ju tani vetëm se ky shau Ramën. Jenë mes rrugës, vazhdo lirë rrugën. Lutem. Një vrasa, dëgjon sa vini këta njerëz të tjerë të gjina. Të drejtë. Të mos të vini natë të vikesh. Ai ka të drejtë, është e vërtetë. Është e vërtetë. Është e vërtetë apo jo? Ju jeni aty duke mbrojtur ulajin. Ka të drejtë ai apo jo? Klin ndodh që të marrin pronën dhe të vinë pastaj të marrin policinë që të mbrojnë ai dutët, ndërkohë që vjedhin pronën nuk ndodh në Angli, apo jo? E shikon tani. Apo që të shash Ramën e të vinë gjithë si tu. U tha çka ka ndodhur, tha se mos kishte ndonjë armë me vete ti. Që erdhën të gjithë. U tha ç'a bëri? Orm nuk moj. Ç'a bëri? Asgjë. Ti e shau Ramën. Do shante Ramën dhe do ikte, asgjë. Po se vri mendjella. Hajde.